Këto prova janë paraqitur nga prokuroria. Natyrisht që marrjen e provës dhe disponimin e provës ka një vendim gjykate. Gjykata i ka njojtur si të ligjshme, mbaroi muhabeti dhe mbi to ka proceduar. Se janë të ligjshme, se janë të paligjshme, çdo lloj debati që ne bëjmë është i tepër sepse i ka njojtur gjykata. Çështja ku vjen tani dhe ajo që mua më shqetëson në këtë rast është, Arben Meçaj sot arrestohet nga Spaku dhe shpihet në Burg. Ka një arsye pse më shpihet në Burg. Ndërkohë do të mbetem në Burg sepse unë në gjendjen time psiqike të çorientuar pas kam organizuar skemat për të goditur prokurorin që në mënyrë të paligjshme ka futur në Burg. Pra, duhet daj tani. Erion Velia po ri në Burg sepse pas ka organizuar këto skema që pas ka cënuar integritetin, personalitetin, ka rrezikuar prokurorin, apo është në Burg se ka bërë një vepër penale të rëndë për të cilën ne po e penalizojmë. Pse të mos jenë të dyja bashkë? Të lutem tani më. Po bëre një pyetje. Nuk e bëra fare, se bëra fare pyetjen bile. Do ta sqaroj unë tani. Mund të jenë të dyja njëkohësisht. Di vetëm një gjë, që në qoftë se nuk e ka kryer veprën e parë, dhe për këtë është ankuar, pra ka shkuar në apel për të ankuar, sepse gjykimi i tij dhe arrestimi i tij është i paligjshëm në kuptimin e mungesës së provave. Tani po na del që prit çik se Velia është në Burg tani, sepse kanë përgjuar dhe kanë ngritur gjithë to skema konspirative që shturptizosh në gojë, pastaj kur fillojmë edhe në ekuilibrin e gjërave dhe në balancimin e gjërave dhe në standardin mbi të cilin prokuria në mënyrë publike tashmë të njohur nga ne po operon. Sepse ju kapët Berishën, po ke Metën, Meta arriti deri ai sa tha që vojakush stemi kudo ku të vesh do të asgjësojnë. Dhe nuk u mor njeri me këto punë dhe nuk mbajt njeri në Burg. Unë nuk e di kush është, sepse di që sot ka dalë një vendim i prerë. Mbetet në fuqi vendimi kaq është, nuk ka dispozitiv, nuk është bardhur. E dyta, di që dije grupet të caktuara mediatike që dihen kush janë, dolën dhe thanë provat jashtëzakonshme të cilat janë të tmerrshme. Dhe u intimidua dhe u përgatit terreni që prokuria kishte arritur gjinde prova të jashtëzakonshme për të mbajtur në Burg dhe askush nuk u mor me faktin kishte prova për ta futur një në Burg, jo për ta mbajtur. Dhe kur unë zbërtheja të dosje, që ishte dosje s'pardhur, nuk më rezulton në asnjë vend që të ketë vepër penale të kryer nga ana e Erion Velis. Prandaj nisa Arben Meçaj futet në Burg tani. Dhe mbajt në Burg sepse pas ka organizuar telefonatat. Çështja e parë është në Burg. Ka prova që është pure një, që është pure. Pastaj që po e mban. Dhe unë